Paraditën e sënës, Ministri i Infrastrukturës e Energjisë Enea Karakaçi ka deklaruar se janë firmosur 3 marrëveshje të reja qeveritare me ambasadorin gjerman me një rëndësi të veçantë dhe me një vlerë të rëndësishme, rreth 90 milion euro UA e rreth 24 milion euro grant. Ku marrëveshja e parë lidhet me eficiencën e energjisë në sistemin e transmetimit, me digitalizimin e gjithë sistemit të transmetimit, duke dhënë mundësi që të automatizojmë edhe gjitha proceset që lidhen me ndërlidhjen në stacioneve dhe operimin energjetik. Marrëveshja tjetër lidhet me rehabilitimin e hidrocentralit të Vaudejes, një nga veprat tona energjetike publike më të rëndësishme, e cila përsëri me ndihmën e KFV-s dhe qeverisë gjermane ka angazhimin për të rehabilituar dhe tashmë kjo marrëveshje është në vijim të punës së mirë që është bërë deri tani përsëri me qeverinë gjermane dhe me KFV-n për rehabilitimin e këtij hidrocentrali. Dhe marrëveshja e fundit, marrëveshja që lidhet me qytetin studentit dhe me rehabilitimin në kuadrin e eficiencës së energjisë së konvikteve për studentët, ka një grant rreth 24 milion euro nga qeveria gjermane me anë të KFV-s, për sa i përket këtyre ambienteve, që përsëri shkojnë në të mirë publike, shkojnë për studentët, për një jetë më të mirë, për një edhe proces të nxënit më të mirë, por edhe për sa i përket kursimit energjetik, pasi e gjithë ambientet aty janë me eficiencë energjie. Në fund, ministri falenderoi qeverinë gjermane për bashkëpunimin e deri tanishëm, gjithashtu për të gjitha projektet me interes publik në Shqipëri.